Sindikata e pavarur e gazetarëve dhe punëtorëve mediatik në bashkëpunim me Federatën Ndërkombëtare të Gazetarëve ka prezantuar sot deklaratën e përbashkët në të cilën kanë kërkuar përmirësimin e të drejtave profesionale dhe kushteve të punës së gazetarëve dhe punëtorëve mediatik. Deklarata, e cila u mbështet edhe nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë së Veriut dhe Instituti Resis, u krijua pas një aktiviteti treditor, misioni për skriningun dhe përfaqësimin për të drejtat profesionale dhe të punës të gazetarëve dhe punëtorëve mediatik në vend. Pjesë e projektit të drejtat e punës për gazetari të pavarur, të mbështetur nga Bashkimi Evropian. Kryetari i Sindikatës së pavarur të gazetarëve dhe punëtorëve mediatik, Pavle Belovski, tha se deklarata bazohet në faktin se gazetarët dhe mediat profesionist duhet të jenë në gjendje të punojnë në një mjedis të lirë mediatik pa presione dhe kërcënime. Kjo vizita po mision është i rëndësishëm për ne nga disa aspekte, para se gjithashtë mbështetja që marrim nga Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve, e cila përfaqëson qindra mira gazetar nga e gjithë bota. Do të thosë shumë për ne, por është gjithashtu e rëndësishme për shkak të përvojës dhe njohurive që ata kanë, kur bëhet fjalë për luftën për të drejtat e punës dhe përfaqësim për zgjidhjen e drejtpërdrejtë dhe përmirësimin e medias. Sekretari i përgjithshëm i Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve, Antoni Belanger, tha se gazetarët janë zëri i qytetarëve, prandaj meritojnë kushte më të mira të punës. Kur mos harroni se gazetarët punojnë në interes të publikut, mos harroni kur se gazetarët punojnë në interes të qytetarëve të vendit të tyre. Demokracia duhet të mbrojë një shtyp të lirë dhe të pavarur. Demokracia duhet të mundësojë mediave dhe gazetarëve të punojnë në kushte të mira. Demokracia duhet të sigurojë pavarësinë etike dhe ekonomike të gazetarëve të saj dhe pluralizmin e medias. Ekspertja e ligjit për media Deirdre Kevin tha se është e nevojshme që të zhvillohet legjislacion krejtësisht i ri për mediat. Është shumë e rëndësishme të vazhdohet me procesin e përmirësimit të legjislacionit të medias, veçanërisht në përputhje me ligjin evropian për lirinë e medias. Kjo vlen edhe për mbrojtjen e kushteve të punës së gazetarëve. Natyrisht nevojitet edhe transparenca e financimit të medias. Në deklarat theksohet se ligji për media duhet t'i ketë parasysh standardet demokratike, por edhe dokumentet dhe vendimet ndërkombëtare, si të Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve, ashtu edhe të agjencive kryesore të Kombeve të Bashkuara.